Kam sjell recetën e turlitovës me perime testinës, një tavë e sheshme, një tavë verore, pa mish, në një përgatitje thjesht, ideale për drekat apo darkat e shpejta. Besoj se kam ju pëlqyer kur ta shihni videon në vazhdim. Përbërësit që na nevojiten për përgatitjen e kësaj tave janë, unë jam duke përgatitur për 3 persona, qofse përgatitni për më shumë personat, vetëm 2 fishoni apo 3 fishoni masat. Një kongullesh, një patlıcan, një karrot, 2 thelbi me hudhër, 2 patate mesatare, 2 speca, 2 domate dhe 1 qip. Filloj me përgatitjen. Fillimisht morim kongulleshkën dhe patlıcanin dhe i prej në copa të zgjatura. Na duhet një tavë, unë kam zgjedhur këtë tavë, është mjaftueshëm për këto përbërës. Kështu. Kështu në pjesë të zgjatura. Përsëri, ndaj, më të holla më lehtë të bëhet pjekja në furrë. Përsëri në mes dhe i hedhim direkt në tavë. Kështu në këtë mënyrë bëjmë cotimin e gjithë kongulleshkës. Patlıcanin e prej kështu në forma të zgjatura. Nuk ka nevojë që t'i largohet lëvizja. Sa më të holla që më mirë do jetë. Përgatitja nuk ju merr shumë kohë kësaj tave. Përhapim kështu në vërmos. Tash marrim patatët dhe patatët i cektojmë në katrore të vogla. I vendosim tek tava dhe të munduhem që t'i përhapi nëpër tavë. Marrim karrotën dhe karrotën duhet që ta prejmë në copsa të zgjatura. Sa më vonë, aq më mirë do jetë. Përhapim nëpër tavë. Tash e marrim një tigan dhe në të do hedhim qepën e caktuar dhe specat dhe hudhrën do e bëjmë në copsa të vogla. Sepse qepa, specet dhe domate duhet që të përgohen. Tash qepën e hedhim në tigan dhe hudhrat i caktojmë në copsa të vogla. I shtojmë tek qepa.
Tash marrim specat dhe specat I cetoj në kroca të vogla. Në fund na kanë ngelur domatet, mirë po domatet do I vendosi kështu në një pjatë tjetër, sepse do ja hedhi më pas pasi të fërgohen specat dhe qepët. Dhe domatet I caktoj në coca të vogla. Tash tigonin me speca, qepë dhe hudhra e vendosim në zjarr, I hedhin vaj, dikon rreth 60-70 ml, dhe I zim zjarrin dhe në temperaturë mesatare I përgojmë perimet derisa të zbuten mirë. Kështu përzierja duhet të jetë vazhdimisht. Kam përguar mire një qepët, janë zbutur në tushën, tash e shtoj në domatë. I përgjim qepë, ja shtoj një lukmet në biber të kosh, viget një vigi më të mesme, jo mund të shtoj një kipa të dhe stojnë domatësh nga e trasha, dikun 2 degdera. Dhe mund të me përdi mire një, derisa domatës të zbuten plotësisht. Janë zbutur dhe domatët, tash e shtoj në kapull, e përdi, që bëhet masa më mëshme, dhe zim për 5 minuta, qoftë të doni, mund të shtoni dhe në mishë, një bëhet problem. Dhe masa I gati të largohet nga zjarri. Tash masën me domate ja hedhim sepër, kështu. Mundohem ta përhapim në gjithë masën. Përhapim kështu me lu. Ulloj si përfaqëm me domate. Ndosim tavën kështu në mes të tepsisë, sepse gjatë pjekjes mund të shloj lëngun dhe të bëhet shporeti ndyrë. Në këtë mënyrë nuk do kaloj në shporet, do kaloj në tepsi dhe do e keni me lehtë që ta pastroni tepsin. Tash sepër kështu tavës I hedhi pak ujë. Ujë do ja shtoni një gotë e gjysmë gotë e varet se sa ka nevojë, sa është masia e tavës tek ju. Po siç e bërej tek unë është mjaftueshëm. Nëse për ja vendosi një letër për pjekje, cilën e kam lagur, dhe tash e marr dhe vendosi tepsien në zjarr në temperaturë 250 gradë, derisa të shterret lëngu mirë tavës. Largu nga furra, 10 minuta para se ta largoj nga furra, ja kam largu letrën për pjekje, kam lënë pak që të rrshkohet, e lojnë që të ftohet dhe është gati për konsumim. Tava shtohur është gati për konsumim. Ta largojnë pak dhe ta shihni si ka dalë. Ka dalë vërtet shumë e mirë, një tavë verore, plot me vitamina. Keni kujdes gjatë konsumimit, sepse mund të konsumoni shumë bukë kur ta konsumoni këtë tavë. Pak ajran apo kos, unë do e konsumoj kështu pa bukë, pasi jam në dietë. Gjithë jo që e përgatisni në këtë mënyrë ju bëft mirë, ju faleminderit që doni ku vazhdimisht për recetat e mia, jepni komentet bukura, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare, deri në recetën e radhës.